Në Këlqyr përregjistrohet rritje e çmimeve të produkteve ushqimore, duke qenë të papërballueshme për xhepat e konsumatorëve. Rritja e çmimeve ka prekur produktet e shportës, por edhe tregun e fruta perimeve, ndërsa banorët i cilësojnë të kripura për të përballuar prej tyre. Vështirësi ekonomike në këtë situatë ndeshin kryesisht të moshuarit në Këlqyr, të cilët përveç pensionit nuk kanë të ardhurat të tjera për të përballuar çmimet e rritura në treg. Ka një stopim me fjalë të blerjes. Nuk ka shumë si përpara. Nuk marrim dot asilacin e pensionistat, asilacit marrim pale për bukë stambetet, me borxhe. S'ka ku dherë më. Ne presim kur vjen në pazarit të dielës, se vinë akorça në Berati, në vinë që ulin çmimet. Sa këtu ditë rradha, besat një sallat, jeshile 2500 lekë. Një tuf, për kjo hajta ajo mos u hengit ajo sallat. Përgjatë këtyre viteve, zona e Këlqyrës është përballur me emigrimin e lartë të popullsisë, duke sjellë mungesë të fuqishme punëtore dhe ndikim negativ në ekonominë lokale.